1, 2. Okej. Mirëmëngjes që të gjithëve. Good morning to everyone Dhe mirë se keni ardhur në takimin ton të kishës. and welcome to the church meeting. Për mua është një bekim dhe privilegj për të ndarë prej fjalës së Perëndis me ju. For me it's a great honor and privilege to share from God's word with you. Dhe teksa sot do të vazhdojmë pjesën e mbetur të kapitullit të 12, do doja që të mund të lexonim nga vargjet 9 deri në 21 dhe më pas të lutemi dhe të shohim se çfarë fjala e Perëndis na thot. And today we are going to continue with our series from the book of Romans, and we are at chapter 12, and today we will go from verses 9 to 21. And I would like to pray before we start. No, read and then pray. Read. Pali shkruan: dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore, në nderim t'ia kaloni njëri tjetrit. Mos jini të përtuar në zell, jini të zjarrt në frym, duke i shërbyer Zotit, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin, mos e kini mendjen për lart, por qëndroni me të përulurit, mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqen. Kujdesuni të bëni të mira përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: mua më përket hakmarrja, unë do të paguaj, thot Zoti. Nëse armiku yt, pra ka uri, i jepi të haj, në pas eti i jepi të pi, sepse duke bërë këtë do të grumbullosh mbi kryet të tij, të ngjinj të ndezur. Mos u mundo nga e keqja, por mundet të keqen me të mirë. Okej. Perëndia ynë dhe Ati ynë, Our God and our Father, vim përpara fronit të hirit në emrin e Zotit Jezus Krisht. we come before the throne of grace in the name of Christ. Të falenderojmë për këtë ditë. Thank you for this day. Faleminderit që ke lejuar që të mund të mblidhemi sot për të adhuruar emrin tënd të shenjtë. Thank you for making possible for us to gather today to worship your holy name. Faleminderit për dhuratën e çmuar të shpëtimit. Thank you for the precious gift of salvation. Faleminderit që ishte me të vërtet gjaku yt që na ka larë nga çdo mëkat. Thank you, Lord, that it was truly your blood that washed us from our sins. Faleminderit që zemrimi i Atit krejtësisht u përmbush në atë kryq. Thank you for the wrath of God was fulfilled in that cross. Faleminderit që të tretën ditë ti u ringjalle dhe për shkak të kësaj ne qëndrojmë të drejtë përpara Atit. Thank you that on the third day you resurrected, and because of that we stand in righteousness before the throne. Atë lutem për fjalën tënde në këtë ditë. Oh, Father, we pray for your word in this day, Lutem që nëpërmjet frymës sate, that through your Holy Spirit, që fjalët e saj të mund të depërtojnë në zemrat tona, that your word will go deeper in our souls, që shenjtorët të mund të inkurajohen, so that the saints will be encouraged, dhe ata që nuk të njohin ty, që sytë e tyre të mund të hapen. and for those who do not yet know you, so that their eyes will be opened. Le të marrë emri i Krishtit lavdi nëpërmjet këtij mesazhi, Let the name of Christ be glorified through this message. në emrit e të cilit unë lutem. In His Amen. name we pray, amen. Në kohën tonë, In our times, njerëzit ju pëlqejnë shumë librat që ju tregojnë si të bëjnë gjëra. people like the books that show them how to do things. Për shembull, blejnë shpesh libra me tituj të tillë: 5 gjuhët e dashurisë, For example, they buy books like these 5 languages of love, 7 hapa si të jetosh jetën më të mirë, 7 steps how to have your best life, 12 mënyra si të arrish këtë gjë. 12 ways how to achieve this. Edhe mund të marrim titujt nga më të ndryshëm, mund të themi edhe 144.000 mënyra si të bësh diçka And we tjetër. can consider many other titles like that to really practically help you to how to do things. Por nuk kemi pse humbasim kohë duke lexuar libra të kotë që thjesht janë nga mençuria njerëzore. And it's not worthy to waste your time by reading some books that are from
human knowledge, kur ne kemi fjalën e Perëndis dhe shkrimi na jep direkt when çfarë we kërkojmë. have the precious word of God and the God gave us the instructions. Në këto 11 matematika, 21 minus 9, 12 vargje, In these 12 verses, Pali na tregon 3 gjëra. Paul shows us three things. Na tregon se çfarë është dashuria pa hipokrizi, He shows us what is the love without hypocrisy. na tregon në vargjet 14 deri në 16 çfarë do të thotë të qenurit një trup si kish së bashku. From verses 14 to 16, what does it mean to be as a body of Christ together? Nga vargjet 17 deri në 21 na tregon se si ne duhet të trajtojmë jo besimtarët. And from the rest of the passage is how we treat the non-believers. Dhe na thotë edhe diçka tjetër që hakmarrja i përket Zotit. And concludes with that part that's saying that the revenge belongs to the Lord. Por këto 3 gjëra janë thjesht një tregues i efektit të ungjillit në jetën e dikujt. But these three parts are because of the impact the gospel has done in the life of one person. Nuk mundet një njeri që nuk ka Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij, It's not possible for somebody who doesn't have Lord and Savior Christ in his heart të mund të bëj këto gjëra. Është thjesht çmenduri to për be njerëzit e able to botës. do those things. This will be crazy. Le të shohim pjesën tonë të parë nga vargjet 9 deri në 13. So let's see our first passage from verses 9 to 13. Do doja që të huazoja pak këto numrat që autorë të ndryshëm i përdorin. I would like to borrow some numbers that different authors are using. Këtu Pali ne na jep 12 mënyra se si të duash pa hipokrizi. Paul gives us 12 ways how to love without being hypocrite. Dhe le të shohim çfarë apostulli na thot. Let's see what it says. Në fillim e nis, dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Let love be without hypocrisy, it starts. Dhe hapi parë, urreni të keqen And dhe, the first step is abhor what is evil dhe u ngjituni pas të mirës. and cling to what is good. Ata që njohin Krishtin, ata që janë fëmijë të Perëndis, Those who know Christ, those who are children of God, për shkak sepse i përkasin atij, ata duhet të urrejnë atë që është e keqe. because they belong to Him, they need to abhor what is evil. Dhe pse? Për shkak sepse Perëndia urren atë që është e keqe. And why is that? Because God abhorred already what is evil. Për çfarë do të thotë fjala urrejtje? What does it mean to hate or abhor? Do të thotë të ndihesh neveri të thellë ndaj kësaj që është e keqe. Means that you feel nasty for something that is evil. Do të thotë refuzim, jo mos dakordsi ose mos pëlqim. Means to refuse, not just to not like it, but to refuse. Pali tek 1 Thesalonikas 5:21, 1 Thessalonians 5:21, Paul says, Pali u bën thirrje besimtarve he urged the believers të heqin dorë ose të mos marrin pjesë nga çdo formë e së keqes. to not be included or to give up everything that is evil. Dhe ne në shkrim kemi 2 shembuj të kësaj gjëre që doja And të in the shikoja. Bible we have two examples of that. I pari ndodhet tek 2 Timoteu 4:10. The first example is 2 Timothy 4:14. 4:10. Dhe Pali na përdor shembullin e Demës. And Paul give us the example of Dema. Dema, shkurt muhabeti, ishte me Palin për një kohë të gjatë, This person, Dema, was with Paul for a long time, por e But- deshi më shumë botën se sa fjalën e Perëndis. but what it says that he loved the world more than God's word. Ishte dashuria për mëkatin më e madhe se dashuria për Perëndin, The punën e love- tij dhe popullin e tij. The love for sin became greater than the love for God, his people, and his work. Ndërkohë që Davidi nga ana tjetër, In the same time, we see David in the other part, tek Psalmi 101, in Psalm 101, vargjet 3 deri në 4. verses 3 to 4. So Psalm 101, verses 3 to 4. Ky është një betim që Davidi bën. And this is like a promise that David does. Nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe. Unë e urrej sjelljen e atyre që devijojnë. Nuk do të lejoj të bëhem si ata. Zemra e çoroditur do të largohet nga unë. Nuk dua t'ia di për të keqen.
I will not set worthless thing before my eyes. I had the work of those who fall away. It shall not fasten its grip on me. A perverse heart shall depart from me. I will not know evil. Dhe në dhjatën e vjetër ne vazhdimisht shohim këto urdhërime për të urryer të keqen. And in the Old Testament we see those kind of commandments to hate the evil Dhe për të ndjekur dhe t'ju dhënë pas asaj që është e mirë. and to cling to what is good. Psalmi 34:14 na thot largohu nga e keqja, For bëj example, verse 34:14 says, "Depart from the evil, bëj të mirën, kërko paqen dhe ndiqe atë." do good, seek for peace and follow it." Psalmi 45 vargu 7 Psalm 45 verse 7 na thot psalmisti, ai që do drejtësinë, do mos do urren të keqen. He who loves the righteousness will naturally, this is more a paraphrase, will hate the evil. Sepse s'mund të kesh këmbën nga e mira dhe nga e Because keqja. you cannot stand with one side on your on the good and on the other side with the other foot on the evil. Psalmisti dhe psalmi 119 dy gjëra thot që do doja ti ndaja. In Psalm 119 there are two special things it says there that I want to share with you. Te vargu 104 At the verse 104 psalmisti shkruan, nëpërmjet urdhërimeve të tua it says, "Through your commandments, O Lord, fitoj mend. I earn knowledge, wisdom, Prandaj urrej çdo rrugë të reme. and because of that I hate every fake road." Dhe te vargu 163 And the verse 163 psalmisti shkruan, e urrej dhe e neverit gënjeshtrën, por ligjin tënd e dua. it says, "I hate the lie, but I love your law." Dhe ne shpesh kemi dëgjuar që frika e Zotit është fillimi i njohjes. And we often have heard from the scripture saying that the knowledge of the Lord, to know the Lord, is the Fear of the Lord the is fear of the Lord is the beginning of knowledge. Dhe te fjalët e urta 8 At the Proverbs chapter 8, na thot diçka interesante e Solomoni. it says something very interesting by Solomon. Frika e Zotit është të urresh të keqen. The fear of the Lord is to hate what is evil, Dhe si bi të Tij, and as his sons, ne duhet të imitojmë atë. we should imitate him. Shkrimi ne na mëson vazhdimisht që Perëndia e urren atë që është e The keqe. scriptures teaches us that God hates what is evil. Madje te fjalët e urta te kapitulli 6 na thot 7 gjëra janë ato që urren At the Perëndia. Proverbs chapter 6, it says 7 are the things that God hates, Dhe na e jep atë listën. and gives us the list there. Por gjithashtu Psalmi 97 And also in Psalm 97, na jepet një urdhërim. it gives us there a commandment too. Na thot ju që doni Zotin urreni të And it keqen. says, "You that call upon the name of the Lord and love the Lord, hate the evil." Po mos harrojmë çfarë thot vetë Zoti Jezus. But don't forget also what Jesus says himself. Në qoftë se më doni, zbatoni urdhërimet e mia. He says, "If you truly love me, obey my commandments." Prandaj Pali thot, braktisni çdo formë të së keqes, And that's why it says, "Abhor what is evil, ndiqni Krishtin, cling Christ. mos hiqni dorë shpejt shumë të Do dashur. not give up easily, loved ones. Qëndroni të patundur dhe vraponi garën deri në fund. Stand on the firm and complete the race." Finish the race. Betejë është e gjatë, The battle is a marathon, it's long, është e vështirë, it's difficult, por mos harro premtimin që ai na bën. but don't forget the promise that he gives to E us. pam javën e kaluar te Psalmi 23. And we saw last week, if you remember, in Psalm 23, Ai është me ne dhe nuk do të na lë, that as he nuk do të na is with braktisë. us and he will never depart and let us alone. Më pas na thot, ngjituni pas së mirës. And cling to what is good. Në gjuhën popullore është ti qepes të mirës. In the Albanian way of saying is that you get stitched by what is good. Duke u mbajtur pas asaj që është e mirë, të mos e lëshosh fare të mirën. By holding on what is good, to not give up on that, but to hold on. Dhe është interesante sepse nëse e shohim shpesh Pali t'i pëlqen
të japi gjëra të tilla. It is very interesting because Paul loves to give such advices. Thot mos bëj këtë, por bëj këtë. He always says like, do not do this, but do this. Ta jep çfarë duhet të bësh dhe çfarë duhet të ndalosh. He tells us what should not do and what we should do. Dhe na thot duke u mbajtur pas asaj që është e mirë. And it says cling to what is good. Po çfarë është kjo që është e But mirë? what is good? Tek Mikea 6:8, Micah 6, Majka, Micah 6:8, shkruan profeti, it says, o njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë, dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. "O person," I'm just paraphrasing now. He has made known to you what is good, and what does he search or asks from you? Only that Do you can do righteousness, to love mercy, and to walk humbly with your God. Dhe tek Filipianët 4:8, And in Philippians 4:8, Pali shkruan, Paul says, së fundmi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. "Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good repute, if there is any excellence, and if they're worthy of praise, dwell on these things." Pali po I thot shenjtorëve në Rom dhe në të njëjtën kohë ne këtu sot, Paul is saying to the people in Rome, but also to us today here through the Word of God, që të ndajmë veten nga gjërat e kësaj that we bote, need to depart from the things of this world, të ngopim shpirtin ton me fjalën e Tij, to feed our souls with His Word, sepse gjërat e mira zëvendësojnë të Be- pështirat. because the good things needs to replace the disgusting things. John MacArthur përmend e pamundur të ndjekësh drejtësinë dhe në të njëjtën kohë të tolerosh të keqen. John MacArthur says that it is impossible To follow just righteousness and in the same time to tolerate evil. Duke filtruar çdo gjë, të ndjekim, by filtering everything we follow, ti jepesh pas këtyre gjërave që janë të mira, to give ourselves to follow these things that are good, që I sjellin kënaqësi Perëndis. that bring joy to the Lord. Si shkrimi na thot tek Romakët As the passage in the Bible says in Romans 12:2, 12:2, dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është I miri, I pëlqyeri dhe I përsosur I vullneti Perëndis. and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Urdhërimi që është këtu është shumë I thjeshtë. And the commandment that is here is very simple in one way. Urre të keqen, ngjitu pas së mirës. Hate what is evil and cling to what is good. Por kur nuk e bëjmë dot vetëm, But we cannot do that by ourselves. dhe është vetëm nëpërmjet forcës së Tij And we need His strength që ne mund të urrejmë të keqen dhe të ngjitemi pas asaj që është e so mirë. that we can abhor what is evil and cling to what is good. Dhe si njerëz të shpenguar, të blerë me një çmim të çmuar, And as people redeemed and bought by the precious price, duhet të përlëvdojmë Perëndin me gjithë qenien tonë. we must glorify the Lord with all our being. Çfarëdo është çmimi I drejti ose shenjtori ngjitet pas së Whatever may mirës. be the price, the saint clings to that. Më pas në vargun e 10 Pali na thot, duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore. At verse 10 it says, "Be devoted to one another in brotherly love." Tek Gjoni 13:34, In John, Gospel of John, chapter 13, verse 34, Zoti Jezus I thot dishepujve, the Lord Jesus says to His disciples, po ju jap një urdhërim të ri, "I'm give you a new commandment. ta doni njëri tjetrin, Love one another. sikurse unë ju kam dashur, Just like I have loved you, ashtu edhe ju ta doni njëri so tjetrin." you love one another."
ashtu siç ai na deshi. the same way as He loved us. Si na deshi ai How ne? did He love us? Për Gjonit 15, 12 deri në 13, And Gospel of John, chapter 15, verses 12 to 13, vetë Zoti Jezus na jep përgjigjen e pyetjes. it gives us the answer for this question. Ai thot, duke dhënë jetën për ata që do. By giving the life for those He loved. Pra ne duhet të duam në të njëjtën mënyrë si shpëtimtari ynë, This is very highly. We should love just like the Christ loved us. në mënyrë sakrifikuese, In a siç sacrificial way. bëri ai për ne. The same way as He did for us. Tek Hebrejt 13 vargu 1, In Hebrews 13, verse 1, predikuesi thot le të vazhdoj dashuria vëllazërore. the preacher says, let the brotherly love continue. Kjo dashuri thot të vazhdoj. Let this brotherly love continue. Do me thënë në çdo kohë, në çdo moment, edhe kur tjetri mund të ketë lënduar. Now listen carefully. In every moment, even in the moments when somebody has harmed you, Nuk ndalon kjo dashuri së treguarit. this should not stop. This kind of love needs to be continuing. Por këtë lloj dashurie nuk mund ta tregojnë dot të gjithë. But this kind of love cannot be shown by everyone. Tek 1 Pjetri 22, 1 Peter chapter 1, verse 22, Pjetri na thot Peter says, që vetëm ata që Perëndia ka shpëtuar only those whom God has redeemed, kanë kapacitetin të duan në këtë mënyrë. they have the capacity to love in this way. Është një dashuri që shtriqet në limite. It is a love that goes to the limits. Dhe kjo është një urdhërim për gjatë gjithë shkrimit. And this is a commandment throughout the scripture. Sidomos në Dhjetën e Re. Especially we see that more emphasized in the New Testament. Dhe kjo dashuri është ajo dashuri që na ndan ne nga bota. And this is the type of love that separates us and makes it very different from the world. Gjoni 13:35, John chapter 13, 35, Jezusi ju thot dishepujve, Jesus says to His disciples, nga dashuria që keni për njëri tjetrin do ta njohin që jeni të mitë. because of your love that you have for one another, the world will see that you belong to me. Sepse edhe kur dikush brenda kishës do të lëndoj, Because even in those times when somebody inside the church will harm you, ti I tregon dashurinë e Krishtit. there is still the love of Christ giving to that person by you. Pse? Why? Sepse edhe për atë Krishti vdiq. Because even for that person, Christ died. Edhe kur dikush të lëndon, ti I Even tregon if këtë somebody dashuri. hurts you, you show that person love. Tek 1 Pjetri 4:8, Pjetri shkruan: 1 Peter 4:8, Peter writes, dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin, and above all, have a high love with each other, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. because love will cover an amount of sins, abundant number of sins. Dhe le të njihet dhe kisha jonë si kisha e Kolosianëve, And let us be known as the church in Colossians, që thotë kapitulli I parë vargu I that 4. it says in the chapter 1, verse 4, Ata njiheshin për dashuri, jo vetëm për ungjillin, por edhe për dashurinë që kishin për njëri tjetrin They dhe were- për të tjerët. they were known by the people not only by the gospel, but also for the love that they had. Shumë të dashur duajnë njëri tjetrin. Beloved, love each other. Dhe më pas apostulli na thot, në nderim t'ja kaloni njëri tjetrit. And it continues by saying that give preference to one another in honor. Në fjalë të tjera për të qenë pak më të saktë dhe të kuptojmë tekstin, To be more clear and understand better the passage, është në dhënien e nderit vini tjetrin para vetes. to give honor and to put the other before yourself. Dhe kjo është demonstrim I dashurisë së vërtetë. And this is how to demonstrate, how to practically do the true love. Sepse duke ndjekur shembullin e Krishtit, Because by following the Christ example, ne jemi gati të konsiderojmë tjetrin më të rëndësishëm se vetja we ime. are ready in that way to consider the other more important than ourselves. Dhe këtë thot edhe Pjetri, trajtoni të gjithë me nderim ose vlerësim të madh. And in the letter of Peter, we see him saying that honor the people with a high appreciation. Shumë gjëra mua personalisht Many things to me personally
Perëndis jam falenderus I'm very thankful to the Lord for many things in my life. për kohën që kisha në Izrael. Especially for the time that I had in Israel when I was there in the beginning of the year. Sepse ai e përdori këtë kohë për të më bërë më të ngjashëm me Krishtin. Because he used this time to make me more like Christ. Jo, nuk jam këtu për të treguar shikoni sa i mirë jam unë. I'm not just to say how good I am. Thjesht është një shembull konkret se si është e vështirë e para të duash dhe ti tregosh tjetrit dashuri, ta vësh tjetrin para vetes And sate. I just want to show how God has used that as an example in my life to put the others in front of yourself. Dhe nuk është se do të vi momenti kështu kur ti e do me thënë përgatitesh për momentin dhe do të vi, por vjen momenti dhe në atë moment duhet marrësh vendim. And it's not that you are prepared for the moment and then you think about that and that moment comes, but the moment comes whenever you are. Dhe e njëjta gjë ndodhi në 28 shkurt në And the same- orën 8 the ose same 9 të thing- mëngjesit. And the same thing happened to us in the February 28th at 9 a.m. in the morning. Pasi kishte rënë alarmi i parë kur ne duhet të shkonim për në si i thon këtyre Bunker. bunkerave. As the first alarm sound for us to warn us to go to the shelter, Adrenalina për ne të gjithë në atë moment ishte shumë e lartë. the adrenaline inside of us was very high. Ndodhen shumë gjëra të vogla, kishim harruar çecat për të There futur, were gjëra many të little tilla. things that we forgot the keys of the shelter and all those things, and the alarm was still going on. Por pas këtij 10 minuti që ne duhet qëndronim brenda, But after these 10 minutes that we had to be inside, realiteti goditi disa prej personave. the reality hit some of the people. Dhe si një grup adoleshent, studentësh, 26 në total. And we were 26 students in total. Shumica prej tyre për herë të parë për një kohë të gjatë larg familjes së tyre. Most of us, for the first time ever, being outside of the families for so long, Dhe në një vend të huaj. and being in a foreign country. Disa prej tyre filluan të prekeshin për shkak të frikës, And çfarë do të some of ndodhte. them started to be fearing what was going to happen with all those alarms. Dhe ishim 10, jo, nuk ishim. Ishim 16 çuna dhe 10 vajza. And we were 16 boys and 10 girls. Dhe kuptohet që për shkak sepse vajzat preken ndonjëherë pak më shpejt, disa It's prej tyre understandable. filluan të qanin. Some of the girls got more emotional and some of them started to cry. Dhe kuptohet se ke frikë për jetën tënde, nuk është And diçka of jo course, normale. it's really serious in those moments when your life is at stake. Por në atë moment, ne si grup, jo duke përfshirë vajzat, por ne si çuna, And in that moment, we as boys, ne vendosëm we decided, duke mbajtur mend fjalën e Perëndis nga Filipianët që të konsiderojmë njëri tjetrin më të rëndësishëm se vetja. but by thinking about the verse in Philippians to consider the other person highly than yourself, Ne vendosëm që në praninë e tyre ne nuk do të bënim shaka për gjëra të tilla, We- nuk do të tregonim çfarë kemi parë ose gjëra të ndryshme, sepse nuk donim që t'i lëndonim. we decided to not use those words or things like that to harm, to add more to the emotional parts. Dhe këtë gjë bëm. Ishte e vështirë sepse ka raste që ke dëshirë, domethënë thjesht të flasësh në atë moment ose të tregosh sa bukur mbase mund të ishte diçka që pe, sepse është herë e parë që shikon raketa në qiell. And as boys, some of us were excited to see rockets on the sky and all those things. Por nuk mund të harronim që të tjerët mund të kishin frikë. Dhe But duhet we- të vinim të tjerët But përpara we needed vetes sonë. to understand that there are some people there that could be impacted highly by the way that we speak in those moments. So we decided to be careful with the way that we are approaching to all these things. Dhe çfarë do të them me këtë gjë është se nëse nuk i jeni përkushtuar njëri tjetrit në dashuri vëllazërore, If you are not committed to one another in brotherly love, dhe çfarë është dashuria and vëllazërore? what is brotherly Është love? dashuri siç ke ti për vëllain ose për motrën It's- tënde. It's truly the same way that you have love for your fleshly or your human brother and sister. Mos prit që natyralisht
Do not wait, do not expect that naturally ti do të konsiderosh dikë më të rëndësishëm se vetja jote. that you should consider somebody higher than yourself. Sepse kjo ka për të shkuar kundër natyrës sonë Because njerëzore. normally this will go against to our human nature. Do me thënë të mohosh ti veten tënde Imagine you deny yourself për hatër të vëllait ose for the motrës. sake of another person that is called your brother or your Ti po sister. shkel mbi krenarin tënde. You are stepping over your pride. Por kjo është kostoja që Krishti tha. But this is one example of the cost that you have to pay that Christ has. Moho veten dhe ndiqmë mua, tha Zoti Deny Jezus. yourself is very highly and follow me. Vargu 11 na thot mos jini të përtuar në zell. Verse 11 says, be devoted to, not lagging behind in diligence, fervent in spirit serving the Lord. Dikush që është dembel ose i përtuar në të qenurit i zellshëm, do të thotë kjo gjë. Somebody that is lazy on being devoted. Dhe Mateu 25-26, fjala e Perëndis, vetë Zoti Jezus na tregon që mjeshtri është i pakënaqur me një shërbëtor dembel. And we see an example in the Gospel of Matthew when Jesus says that the master is unhappy with a lazy servant. Tek fjalët e urta 6 deri në 9, In the Proverbs chapter 6 verses 6 to 9, Solomoni thot shko tek milingona o përtac. it says there, go to the ant, O lazy person. Look at the ant, O lazy person. Ai, pra Perëndia, dëshiron që të tijët God desires that his own të mos jenë dembel në të qenurit të zellshëm. to not be lazy in being diligent. Tek Efesianët 5:15 deri në 16, In Ephesians 5:5-16, na jep një inkurajim. it gives us an encouragement Të mos there. qenurit dembel, por të shpengojmë kohën dhe të bëjmë të mirën. To not be lazy, but to redeem the time to do the good. Duke përdorur kohën tonë në mënyrë të mirë. By using the best way we can our Dhe të njëjtën time. gjë shohim te Galatasit 6:10 And the dhe same thing we see in Galatians chapter 6 verse 10. dhe te 2 Thesalonikasit 3:13. And 2 Thessalonians 2:13. Pali është also. duke inkurajuar shenjtorët të vazhdojnë të bëjnë mirë, sidomos ndaj besimtarëve. Paul is encouraging the believers to do good, especially to the believers. Nuk ka vend për përtacëri, sidomos për ata që janë duke bërë punën e Perëndisë. There's no time to be lazy on doing the work of God. Një komentator, Thomas Schreiner, shkrua në vend të përtacërisë, besimtari duhet të jetë diligjent dhe I disiplinuar. Thomas Schreiner says, instead of being lazy, the believer must be diligent and disciplined in the scripture. Dhe Zbulesa 3:14 And in the Revelation 3:14, është pjesa kur Zoti Jezus është duke qortuar kishën e Laodices. Lord Jesus rebukes the church of Laodicea. Dhe çfarë I thotë? Të pendohet dhe të jetë e zellshme. It says, repent and be diligent. Dhe më pas thotë, jini të zjarrt në frym. And continues this passage where we are in the Romans and says, fervent in spirit. Dhe kjo na tregon se si duhet të jetë sjellja jon. And this shows how our behavior needs to be. Te vepra 18 na flet për Apollon se si ai ishte I zellshëm për Perëndinë dhe për punën e tij. Acts 18 gives us the example of Apollos, how he was diligent and fervent for Dhe God's te work. 1 Korintasit 9 Pali na jep shembullin e vetes së tij. And 1 Corinthians 1:9, Paul gives the example of his life Më pas na tregon duke I shërbyer Zotit. by saying that by serving the Lord, Ai është mjeshtri ynë, ne jemi shërbëtor të tij. God is our master and we are his servants. Sepse ne jemi blerë me një çmim të çmuar, Because we've been bought by a holy and high price me gjakun e Zotit with Jezus. the precious blood of Christ. Prandaj ne jemi të tijët. Because of that we belong to Dhe ky him. është misioni ynë që ne të mund të shërbejmë atij. And this is our mission so that we can serve to him. Të jemi të zellshëm teksa I shërbejmë atij. To be fervent as we serve to him. Te Kolosianët 3 Pali I bën thirrje gjithë shenjtorëve. In Colossians 3, Paul urges all the believers I bën thirrje që çdo gjë që bëjnë ta bëjnë si për Zotin dhe I nxit duke ju thënë shërbejini Zotit Jezus. that everything they do, they should do it as for the Lord by serving to the Lord.
Dhe te kapitulli I parë I po Kolosianëve thjesht tregon që puna jon është thjesht një rezultat I punës së tij në ne. And Colossians 1, it says that his work, our work, is a result of his work in us. Jini shumë të dashur shërbëtor të zellshëm dhe besnik ndaj mjeshtrit. Be devoted and faithful servants to the master. Vegla që t'i japin si një fli të gjallë, Be the tool that will be like the living sacrifice. t'i japim lavdi emrit të Perëndis, To give glory to the name of God. të gatshëm për çdo shërbim. Ready to do every kind of service. Te vargu 12 na thotë të gëzuar në shpresë. Rejoicing in hope, it says in verse 12. Shpresa e të krishterit që ndron në veprën hyjnore të shpëtimit. The hope of the Christian stands in the act of the salvation E cila u përmbush prej Krishtit that was fulfilled by Christ. dhe është një shpresë e përqendruar tek përmbushja e premtimeve të Perëndis. And it's a hope that stands in the fulfillment promises of God. Prandaj kjo shpresë është një bekim I ardhshëm, Because this hope is a future blessing. sepse do jemi me të. Because we will be with Him. Por është pak e rëndësishme që të kuptojmë But it's very important for us to understand që fjala në greqisht për shpresë nuk është e njëjtë si në shqip dhe that anglisht. the word for hope in original Greek is not the same for as we use it in Albania or in English. Sepse ne kuptojmë që mbase mund të ndodh kjo gjë. Because the word hope that we have in our mindset is that maybe this will happen. Por Pali po përdor këtu këtë fjalë që thotë që kjo ka për të ndodhur me siguri. But the word in original, its meaning is that this will happen for sure. Po pse ka për të ndodhur kjo me siguri? And why this will happen for sure? Sepse Krishti e ka siguruar këtë gjë. Because Christ has already provided for Ne this. do të jemi me të dhe do të ndajmë në lavdinë e tij. We will be with Him and we will share with His glory. Te 2 Timoteu 4:8 Pali na thot 2 Timothy 4:8. për shpresën që ai vet ka, letra e tij e fundit përpara se ai të ishte në lavdi. That's the last scripture that he wrote, and it says about his hope that has in him. Vendi ku sytë e apostullit ishin të përqendruara, The place where the eyes of the apostle were focused. ishin tek shpëtimtari I tij që ai mezi priste ta takonte. It was in his Savior that he couldn't wait to see. Dhe ai është duke ju thënë shenjtorëve besimtarve që ata që e duan atë si unë që të shohin ardhjen e tij. And he was urging the believers, just like me, that I'm waiting for his appearance. Kjo kuror do t'i jepet shërbëtorit të mirë dhe besnik. And a crown will be given to the faithful and good servant. Atë që Zoti Jezus ka për ta pritur. That what Christ has to will see. Kur ne të jemi me të, dhe është një moment që ne me zi e presim When të we will jemi face him, me Krishtin në lavdi. and we can't wait to be with Christ in glory. Ku ka gjë më të mirë të jemi me të se sa të largohemi nga ky vend I kot dhe I rënë në Is there any mëkat. better place than to be with him as we will depart this place, in this worldly place? Më pas na thot të qëndrueshëm në shtrëngime. And continues but saying that Të pjesë e fundit. persevering in tribulations, Pra duke qenë këmbëngulës ose të palëkundur në durim. without being shaking, to persevere in being in tribulations. Tek Jakobi 1:12 James 1:12. I bekuar thirret personi që qëndron. Blessed is called the person who stands. Lum njeriu që ngulmon në provë, Blessed is the person who stands on the tests, sepse kur deli provuar do të marr kurorën e jetës, because when he gets out he'll get the crown of life, të cilën Zoti u aprentoi atyre që e duan. to whom our Lord promised to those whom he loved. Te Hebrejt 12:1 deri në 3, In Hebrews 12:1-3, predikuesi I nxit Hebrejt the preacher urges the believers
Le të vrapojmë me durim garën që kemi përpara. Let us run the race that is ahead of us. Duke na kujtuar një ret dëshmitar që e kanë By vrapuar këtë reminding us with garë, a cloud of believers that has been with us, që e ka kaluar këtë garë dhe tashmë është me shpëtimtarin e that has tyre. already gone through this race, and they are also with the Savior now. Pietri na kujton vetë Zotin Jezus, shembullin e përsosur. Peter reminds us the great example of Christ. 1 Pietri 2:21-23. From the 1 Peter 2:21-23. Apostulli shkruan, sepse për këtë ju u thirrët, sepse edhe Krishti e vuajti për ne, duke ju lënë një shembull që të ecni pas gjurmës së tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojën e tij. Kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen. Kur vuante, nuk kërcënonte, po dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. It says, verse 21, "For you have been called for this promise, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not reviled in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously." Dhe prandaj është e rëndësishme që të jemi në një bashkësi. And that's why important to be together in a congregation, in a Siç edhe church. Pali na thotë Galatasit na thonë të ndajmë barrat me njëri And as tjetrin. it says also in Galatians, to share the burden with each other. Dhe për shtrëngimet shumë të dashur mos harroni And it says, for the tribulations, dear one, do not forget që bariu ynë është me ne. that our great shepherd is with us. Në luginën e hijes së vdekjes In the valley of the shadow of death, është ai bariu ynë i mirë që na prin. it is him, our good shepherd, that leads us. Ne e ndjekim dhe e ndjekim kudo që ai shkon. We need to follow and follow him everywhere he leads. E mbyll vargun e 12 duke thënë këmbëngulës në lutje. He closed verse 12 by saying, devoted to prayer. Pali thot na bën thirrje për të qëndruar të përkushtuar në lutje. Paul urges us to stand devoted in prayers. Tek Luka 18 vetë Zoti Jezus ju thot shepujve të tij, keni nevojë të luteni. In Luke 18, Jesus says to his disciple, you must pray, you need to pray. Në letra të tjera apostulli na bën eko të njëjtën gjë. In Lutuni pa other letters, rreshtur it says, pray without ceasing, për çdo gjë. for everything. Tek Jakobi 5:13, In James 5:13, Jakobi thot, apo vuan ndokush it says, is there someone suffering? të lutet. Let him pray. A është i lumtur ndokush Is someone happy? të këndoj lavdi. Let him praise the songs to the Lord. Lutja nuk ndodh vetvetiu. Prayer doesn't come naturally sometimes. Ata që i përkushtohen asaj, Those who commit themselves to that, duhet një përkushtim me vetdije, they need consciously be committed me qëllim by knowing, të vënë mendjen e tyre me qëllim so that they need to put themselves, to set themselves with a purpose to do it dhe zemrën e tyre për ta bërë. and the heart to do it. Dhe kemi shembull nga shkrimi, kemi Danielin. And and we have examples from the scripture, like the book of Daniel. Danieli 3 herë në ditë kishte caktuar ai vetë, unë këtë kohë do ta Daniel kem për decided for 3 Perëndin. times a day he will set up time to have it with the Lord. Kemi vetë Zotin Jezus 2 herë në ditë, në mëngjes herët dhe natën vonë, ai shpenzonte në kohë lutje. We have the example of our Lord Jesus himself at least twice a day, in the morning and in the evening, spending time with his Father. Lutja është si frymë për mushkrit. And the prayer is like the breath for the lungs. Ajo që shohim në këtë vargun e 12 What we see in the verse 12 është gëzimi në shpresën e lavdishme is që kemi, rejoicing in the hope that we have që kemi në Krishtin. in Christ. Kjo shpresë është ajo që ne na jep forcë And this is the hope that gives us strength të qëndrojmë të patundur dhe në sprova dhe vështirësi. to stand unshakable in tests.
Ne e bëjmë këtë gjë We do this thing duke ju përkushtuar lutjes, by committed to prayer, duke ju afruar vazhdimisht fronit të hirit, and in that way by drawing closer to the throne of grace, duke kërkuar për mëshirë, forcë dhe ndihmë. asking for mercy, help, and in time of need. Te vargu 13 thot, ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës. Verse 13 says, contributing to the needs of the saints, practice hospitality. Kjo është thjesht diçka që një familje bën. This is something that normally a family should do. Ndihmojmë njëri tjetrin. Help one another. Tek veprat 4 ne kemi shembullin e kishës së parë, kishës së hershme në Jeruzalem. At Acts 4, we have the example of the first church and in Jerusalem. Ajo e pasqyronte këtë gjë, ishin për njëri tjetrin aty të gatshëm për çdo They nevojë. were for each other there for every need. Te 1 Gjoni 3:17, 1 John 3:17. Gjoni thot, dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote, It says, if someone has the goods of this life dhe sheh vëllain që është në nevojë, and see the brother being in need dhe mbyll zemrën e and tij, closes his heart, si qëndron në të dashuria e how is Perëndisë? possible the love of God can stand in that person? Tani ne mund të themi, ky e ka këtë, ky e bën ky person. And it's easy to put the finger and say, oh, that person does this. Po ti vet, What about if you put the finger to yourself? Do you po ti do vet e that? bën këtë gjë? Është dashuria e Perëndisë në ty? Is truly the love of God in you? Tek Galatasit 6:10 e përmendëm pak më parë. Galatians 6:10, we repeated before. Na thoshte të bëjmë të mirën, It says to do good, sidomos atyre që janë të shtëpisë së besimit. especially to those who belong to the family of faith. Pra njëri tjetrit. So one another. Tek Romakët 15 Pali na jep shembullin e vet. In Romans 15, Paul gives his own example for that. Te vargu 25 shikoni si thot. At verse 25 it says, Por tani unë po shkoj në Jeruzalem I'm going to Jerusalem now për të shërbyer shenjtorëve. to serve to the saints. Tek 2 Korintasit 9, 2 Corinthians 9, ne që marrim ose dhe që japim, though we that receive or we that take do të jemi falënderues Perëndis, must be thankful to the Lord, sepse është ai që siguron. because it's Him who provides. Dhe na pastaj na thotë jini mikpritës. And it says, be hospitable. Tek Mateu 25:35, No, Matthew 25, Zoti Jezus thot që të treguarit mikpritje është sikur ja tregon atij vet. Lord Jesus says that if you show hospitality, it's just like showing to Him Dhe Himself. tek 1 Timoteu hospitality. 3 është një nga kualifikimet e të qenurit një plak në kishë. And to the first Timothy, it says that this is one of the qualifications for being an elder in the church, Të qenurit mikpritës. to be hospitable. E pra kjo është çfarë do të thotë të duash pa hipokrizi. And this is what it means to love without hypocrisy. Të duam njëri To tjetrin, love one another, të urrejmë të keqen, të jepemi pas të to mirës, abhor what is evil, to cling to what is good, të mos jemi të përtuar, të jemi të zjarrt në frym, të shërbejmë Perëndis, to be devoted to one another in brotherly love, të jemi të give preferences to one another in honor, të jemi të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, rejoicing in hope, persevering in tribulations, këmbëngulës në lutje, devoted to prayer, të ndihmojmë njëri tjetrin, contributing to the needs of the saints, dhe të jemi mikpritës. and to practicing Këto hospitality. janë 12 mënyra që These were fjala the- e Perëndisë na tregon These were the 12 things that the Word of God showed us. se si dashuria është pa hipokrizi. How brotherly love is without hypocrisy. Më pas nga vargjet 14 deri në 16, And the other group of verses from 14 to 16, Pali i bën thirrje shenjtorëve Paul urges the believers të bekojnë, dëgjoni mirë, ata që i persekutojnë. listen carefully, to bless those who persecute you. Ishte shumë e thjeshtë për kishën në Rom It was too easy for the church in Rome që thjesht i mallkonin, por më e vështirë t'i bekonin. to curse or hate these people that persecute them, and it was very difficult for them to bless them. Sidomos kur kupton situatën që ata gjendeshin. Especially when you understand the situation where they were. Që ata për shkak të besimit të tyre, për shkak sepse thonin që Jezusi është Zot, Because of their belief, because they were saying that Jesus is Lord,
kokat e tyre priteshin. They had beheaded. They had people that had been beheaded. Pali ju thot, duaj, Now imagine that kind of stage. You get a letter from Paul saying, love, beko armikun tënd. bless your enemy. Kjo është ku shkon dashuria e Krishtit. This is where the love of Christ achieves, goes. Ku ungjilli ne na çon. This is where the gospel brings us Ti tregojmë dashuri jo vetëm njëri tjetrit, to por edhe show brotherly armikut. love not only to each other but even to those who persecute you. Madje një shembull interesant A very interesting example në Veprat 17 kur Pali është në Korint, in Acts 17 when Paul is in the Corinth, Pali ka predikuar ungjillin, after preaching the gospel, drejtuesi i sinagogës The bëhet leader- besimtar the leader of the synagogue became believer, dhe zgjidhet një drejtues i ri sinagogës. and they decide to replace him with another one. Dhe tani judejt në atë sinagogë And the Jews in that synagogue, e thillin Palin para bemës, që është si tip gjykate, and they bring Paul toward the kind of a judging room, court, dhe gajit i thon, ky ka bërë këtë gjë, po thot këto gjëra. and they say to this person that this person has done, they accuse him of doing these things. Dhe Gai tha, më vjen keq, po më smerën vetëm me llafe, që kështu miru pafshim. And this person called Guy said, I do not get with only words, so goodbye. Që kështu judejt e rahën And as a result, because of their being upset, they beated him. drejtuesin e sinagogës. They beated the leader of the synagogue. Atë që ata zgjodhen. That person that they already chose. Dhe më pas u larguan judejt, And they left him. por kur Pali shkruan letrën e Korintasve, And when Paul writes the letter of Corinthians, ai e shkruan së bashku me këtë drejtues. he writes the letter together with this person, with this very person, Guy. Sepse kur këta që e rahën u larguan, që ishin me të, And those people who beat already him and left him, ka shumë gjasa që ata që i treguan atij dashuri ishin vetë besimtarët, vetë Pali, që po e ndihmonte. and probably there is a lot of good chance that Paul and those that are of the family of God showed him love. Dhe kjo është ku të çon dashuria e And this Perëndis. is where the love of God brings you. Dhe Mateu 5:44, In Matthew 5:44, Jezusi na bën thirrje të duam armiqtë tanë dhe të lutemi për ta. Jesus calls us to pray for our enemies. Pali shton që të jenë ata, por edhe, më fal, vazhdo, Paul says that to be them, që të jenë një trup me njëri to tjetrin, be one body with one të another, jenë një bashkësi To be- shenjtore, unity as brotherly saints, të jenë në një mendje, to be in the same mind, të gëzojnë së to bashku, rejoice të together, qajnë së to bashku, cry together, të mos jenë krenar dhe mendje lartë, to not be prideful, por të qëndrojnë me të përullurin. but to stand with the humble. Dhe më pas tek vargjet 17 deri në 21. And the last passage is from 17 to 21. Kalon akoma në ekstrem. He goes even further. Për ju që nuk njihni Krishtin, për ju kjo është çmenduri. For those people who do not Christ, this is craziness. Sepse shikoni si thot, mos ja ktheni kur kujt të keqen me të keqen. Listen what it says, never pay back evil for evil to anyone. Kujdesuni t'i bëni të mira përpara të gjithë njerëzve. Respect what is right in the sight of all men. Mos ja kthe kur kujt. Jo, Never pay back. jo vetëm vëllajet, Not even to the brother in Christ, por dhe armikut. but even to your enemy, never pay back. Tek 1 Thesalonikasit 5:15, 1 Thessalonians 5:15. Pali ju thot Paul says, që të mbajnë njëri tjetrin. Shikoni si i thot që të mbajnë njëri tjetrin të përgjegjshëm. keep one another responsible, accountable. Shikoni si i shkruan, vështroni se mos dikush Look if anyone t'ia kthej dikujt të keqe me të keqe. can pay back to somebody else evil by evil. Po kërkoni gjithmonë të mirën, But search always for good, edhe të njëri tjetrit, even to one another, edhe të të gjithë. even to all.
Për çfarë është e mirë, tregoni kujdes përpara të gjithë njerëzve. For what is good, pay attention. Nuk po thot, domethënë nëse bota fillon quan mëkatin të mirë, Funny. Sorry. It doesn't say when the world called what is evil good. që ne ta respektojmë këtë gjë. Nuk po thotë respekto mëkatin, It doesn't say respect the sin. por atë që vetë fjala në vend tjetër thotë atë vetë që fjala e Perëndis dhe që për njerëzit është e pranueshme që është e mirë. But it says what is called by the word of God and what is acceptable to it. Për shembull, mos vrit, mos vidh. For example, do not lie, do not kill. Këto janë të pranueshme për gjithë njerëzit. These are suitable for everyone. Dhe tregoni kujdes, respektoni dhe ju këto gjëra. And respect also you all of these things. Më pas bën një thirrje Later he calls them, për aq sa varet nga ju, nga ne, if possible, so far as it depends on you, sepse mbase e pala tjetër nuk e do këtë gjë, because maybe the other side doesn't want this, të jeni në paqe me të gjithë. be at peace with all men. Fjalët e urta 20:22. Proverbs 20:22. Mos thuaj do hakmerrem me të keqen. Do not say, I will revenge with the evil. Shpreso në Zotin dhe ai do të shpëtoj ty. Hope in the Lord and he will save you. Dhe për shkak të kësaj dashurie që ju dhe ne dhe unë tregojmë, Because of this love that we show as believers, këta armiq tan, shikoni çfarë kuptojnë. these enemies try to understand from now, from this passage, what they understand. Nëse armiku yt pra ka uri, If your enemy has hunger, i jepi të haj. give him to eat. Në pas etje, If he is thirsty, i jepi të pi. give him to drink. Sepse duke bërë këtë gjë, By doing this, do të grumbullosh mbi kryet të tij të ngjinj të ndezur. you will heap burning coals on his head. Dhe kur besimtari me dashuri ndihmon armikun e tij, And when you as a believer with love you help your enemy, kjo për këtë armikun this for this enemy sjell turp për urrëtitjen që ka patur brings shame for the hate that he had. dhe për të qenë dhe për shkak se ka qenë armiku i yt, e And ndjen këtë turp, And thotë he fjala e starts to Perëndis. feel deeply his shame because of this. Dhe si mbylljen, çfarë shohim në këto 9 edhe 12 vargje? As a concluding, what we see in these 12 verses, E gjithë ideja the whole idea është e të treguarit dashuri pa hipokrizi, is to show love without being hypocrite, e të qenurit të bashkuar si një trup, to stand together as one body, të shfaqurit të dashuri në vend të to hakmarrjes, show the love instead of hatred Dhe- and revenge. dhe këto gjëra janë vetëm frut i ungjillit. And these things are fruit of the gospel. I ungjillit veprues në jetën In tonë. the active gospel in our lives. E gjithë kjo vjen si rezultati i faktit që ungjilli ka ndikuar në jetën And tënde. all of this comes as a result how the gospel has impacted and transformed your life. Te 2 Korintasit 5:17 Pali na thot, kështu që nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijim i ri, të Second- vjetrat kaluan, ja më parë, të gjitha janë bërë të 2 reja. Corinthians 5:17 says, you are a new creature, all the old has gone away, everything is new. Shumë të dashur, Perëndia thot në fjalën e tij God says in his word, dear beloved, që punën e mirë që nisi në ju është besnik ta përfundoj deri në ditën e ardhjes së tij. that the good work that he started in you, he is faithful to finish it. Por për ju që nuk njihni Krishtin, And for those of you that are here and are not yet knowing Christ, është e vështirë që të mund të arrish këto gjëra vetë, it's impossible to achieve those things by yourself. sepse vetëm me anë të Zotit Jezus mund t'i arrish këto Because gjëra. only through Christ you can achieve them. Ne këtë javë, siç e dini, kemi patur kampin me As fëmijët you have known, this week we have had the camp, children camp with dhe kids. kemi mësuar së bashku me ta për And we- një premtim të rëndësishëm të And Perëndisë. we have learned together with them for a very interesting promises of God.
Perëndia tek Zanafilla 3:15. In Genesis 3:15, God Perëndia premtoi që do të sillte kampionin që do të shtypte kokën e gjarprit. God promises that He will bring the champion that will crush the head of the serpent. Dhe në të njëjtën kohë gjarpri do të lëndonte këtë kampion në In the themër. same time, the serpent will, what's the word in English? Bruise his Heel. heel. Dhe do të thotë që kampioni ka për të paguar një çmim që ky shpëtim të arrihet. And that means that there is a price that the champion had to pay. Ne pa me fëmijët se si nuk ishte Adami kampioni We saw premtuar, with kids that Adam was not this champion. pam që nuk ishte as Abrahami It was kampioni not neither premtuar, Abraham, pam se si nuk ishte as Davidi dhe Juda, neither David or Judah. por ai erdhi prej farës së tyre. He came from their seed. Perëndia Adamit në kopshtin e Edenit I tregoi hir dhe mëshirë. God to Adam in the Garden of Eden showed him grace and mercy. Sepse Adami nuk e meritonte të jetonte. Because Adam didn't deserve to live. Çfarë ishte urdhërimi? Tha mos ha nga ky frut, në ditën që do të hash ke për të God said, vdekur. do not eat, because in the day that you will eat, you shall die. Por Perëndia I mbushur me hir dhe mëshirë, But God, full with grace and mercy, I premtoi ardhjen e shpëtimtarit, promised the coming of the Savior. e vet kampioni që do të shpengonte njeriu nga mëkati. The promise of Him that will redeem the people from sin. Dhe Zoti Jezus erdhi, And Christ came, jo si Adami, not like Adam, jo si Abrahami, not like Abraham, jo si Juda dhe Not- Davidi, not like Judah or David. që të katërt ranë në mëkat dhe All nuk of them. mund të na shpëtonin. All of them fall into sin, they couldn't save us. Por ai jetoi atë jetë të përsosur që fjala e Perëndis It kërkonte. was him that lived the perfect life that God's word asked for. Dhe jo se meritonte shkojë në këtë kryq, And not because he deserved, he went to this cross. por për shkak të dashurisë për ata që Ati kishte zgjedhur për shpëtim. But because of love that the Father have chosen for those who he has already chosen for salvation. Dhe u kryqëzua duke marrë mëkatin tënd And mbi he, supet e tij. and he went to cross to bear your sins on his shoulder. I shenjti I qiellit pagoi për ty. The Holy of Heaven paid for you. Dhe të tretën ditë për shkak sepse vdekja nuk e mposhte dot, And the third day, because the death couldn't defeat him. për shkak sepse ai erdhi për të çliruar njeriu nga fuqia e vdekjes, e Satanit dhe e mëkatit. Because he came to save the human, to save the persons from the power of darkness. Ai u ringjall të tretën ditë He was resurrected the third day për të shpallur që ti në qoftë se pendohesh për mëkatet e tua dhe beson në të përpara Atit që ndroni drejt. to declare that if you repent of your sins and believe in him, you will be righteous before Ky the është Father. shkëmbimi I madh që ndodhi në atë kryq. This is the great exchange that happened in the cross. Që Krishti mori mëkatin tënd Christ took your sin dhe ti merr drejtësinë e tij. and you took his righteousness. Kush besim, më thoni pak, është I ngjashëm me këtë gjë? Which belief is kind of similar to this. Mos është gjë Islami If there is Që na this thing in mëson- Islam që na mëson bëj vepra të mira dhe do shkosh po të fali Allahu. that says that you do some good things and maybe you'll be forgiven. Po këtë gjë ka thënë njeriu për shekuj dhe mijë vjeçar me radhë. For thousands of years, this is what people have said. Këtë thonin edhe në kohën e Elias për Balin. This is what they said even in the time of Elijah for Baal. Dhe dini si tha Elia Balit dhe profetëve të And tij? you remember the way that Elijah responded Kur u ndeshën në malin Karmel. when they were faced at the Carmel mountain? Ku është Bali, mos po flet gjumë? Where is Baal? Maybe he's sleeping. E njëjta gjë është edhe për Allahun dhe tërë krijimet e njeriu. The same thing is also for other creations that people have made like gods. Nga Allahu tek të tjerët janë thjesht vetë për e duarve të njeriu. From the Allah until the others are only made by humans. Por Psalmi 114 ose 115 ta shikojmë. At the Psalm 115, Po, 115, shikoni si e krahason Zotin e vërtet, Perëndinë e gjallë me veprën e krijuar të look njeriu. how is compared true God with the acts or with the deeds of people. Jo neve,
O Jave, jo neve, por emrit tënd jepi lavdi për mirësinë tënde dhe për besnikërinë tënde. Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory because of your loving kindness, because of your truth. Sepse do thonë kombet, ku është tani Perëndia i tyre? Why should the nation say, where now is their God? Por Perëndia ynë është në qiej But God, our God is in heavens, dhe bën tërë atë që i pëlqen. and He does whatever He is pleased. Idhujt e tyre Their idols janë argjend dhe ar, are silver and gold, vepër e duarve të njeriu. the work of men's hands. Ata kanë gojë por nuk flasin, They have mouths, but they cannot speak. kanë sy por nuk shohin, They have eyes, but they cannot see. kanë vesh por nuk dëgjojnë, They have ears, but they cannot dhe hear. kanë hundë dhe nuk nuhasin, They have noses, but they cannot smell. kanë duar por nuk prekin, They have hands, but they cannot feel. kanë këmbë nuk ecin, They have feet, but they cannot walk. me grykën e tyre nuk nxjerrin dot as edhe një zë. They cannot make a sound with their throat. Dhe si këta Just like those, janë ata që i bëjnë, those who make them will become like them. tërë ata që u besojnë atyre. Everyone who trusts in them. Dhe thirrja këtu është për Izraelin, por për ne gjithashtu sot. The call here is for Israel, but also for us today. Ki besim tek Zoti. That says trust in the Lord. Ai është ndihma e tyre dhe mburoja e tyre. He is their help and their shield. Dhe më pas merr këtë kohë duke marrë tërë Izraelin, çdo individ që And- t'i thurin lavde And then Zotit. invites everyone to praise the Lord. Dhe ky është Perëndia që ne i shërbejmë, And është this is Perëndi the i Lord who gjallë. we serve, is a living God. Ai që premtoi këtë kampion, Is the one who promised this që tha champion. do të vinte armiqësi, tha gjarprit midis teje dhe gruas. It says that there will be an enmity between you and the woman, Midis faresate dhe farës së saj, between your seed and her seed. ai do të godas në kokë He will crush in the head, dhe ti do ta godasësh në and themër. you'll bruise his heel. Dhe ishte Zoti Jezus erdhi, shpëtoi dhe shpengoi And të it gjithë. was Jesus himself who came, who saved and redeemed those people Që Perëndia kishte zgjedhur për whom shpëtim. God has promised salvation and chose for salvation. Prandaj ti që nuk njeh Krishtin, So, for those who do not know the Lord, vetëm ai është udha e vetme për shpëtim. He is the only way to salvation. Dhe vetëm nëpërmjet tij ne mund të duam pa hipokrizi, And only through Him we should be able to love without being hypocrite, duke vënë tjetrin para vetes by son, putting the other before to ourselves. dhe vetëm nëpërmjet tij ne mund të duam And only armikun through tonë. Him we should love the enemies. Le të lutemi. Let us pray. Perëndia ynë dhe Ati ynë, Our God and our Father, të falenderojmë për dhuratën e çmuar që ndodhet në fjalën tënde. we thank you for the promise, for a precious promise that is in your word. Me të vërtetë është mjalti i qiellit Truly is the honey of heaven. dhe nuk ka asgjë të ngjashme me And të. there is nothing similar to this. Me të vërtetë ti je Perëndia i gjallë dhe askush nuk është i ngjashëm me ty. Truly you are the living God and no one is similar to you. O Perëndi, lutem që zemrat tona të vazhdojnë në adhurim dhe në shërbim të denjë për emrin tënd. Lord, I pray that our hearts will continue in worshiping you truly. Dhe Zot, lutem që shenjtorët këtu të jenë në garën e tyre të vazhdojnë në besnikëri. And Lord, I pray for endurance for the faithful servants. They will continue to walk faithfully with Që you. zemrat e tyre, si psalmisti që thotë se vetmja gjë që kam dëshiruar është të banoj në shtëpinë e Zotit. So their hearts will be in the tune the same way with the psalmist that says, it is such a delight to live in the gates of the Lord. Ditë të gjata do të banoj me ty, Zot, të lutem që të ecim në besnikëri dhe zemrat tona mezi të presin të shohin dhe të dëgjojnë prej teje. And Lord, I pray that we will be faithfully walking with you and our hearts can't wait to see and hear from your voice. Mirë se vjen, të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. Well done, good and faithful servant.
Zot, lutem për ata që nuk të njohin Ty në këtë sallë, Zot. And Lord, I pray for those who still do not know you. O Zot, Ti njeh zemrat e Lord, njerëzve. you know the hearts of the people. Të gjithë mund të vëmë një fasadë të bukur dhe Every të one themi of sa us të is able shenjtë to jemi, put a fake face ahead of us, por Ti me të vërtet njeh zemrat. but truly you know the heart. Në qoftë se në këtë sallë nuk ka ndonjë që nuk njeh Jezusin si kampionin e shpirtit të Tij, If there is somebody in this place, Lord, that still doesn't know you as a champion of his soul, silli përpara të vërtetës së fjalës sate, bring them, face them with your truth, që janë mëkatar përpara një Zoti të shenjtë, to understand that they are sinners before a holy God, dhe që vetëm Jezusi është i vetmi person që mund t'i shpëtojë, and that only Jesus is the only one who can dhe që save të them. pendohen për mëkatet e tyre, Help them to repent, open their eyes so they can repent, dhe të rrëfejnë që Jezusi është Zot. and to confess that Christ is Lord. Në emrin e kampionit ton të çmuar. In the name of our dear and Savior, we pray. Amen. Amen.